Pas publikimit në media të raportit përfundimtar të Odirit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi para gazetarëve se ky raport fakton se në 11 maj u shkelën parimet themelore të zgjedhjeve. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha deklaroi se bashkëkuesit e Odirit faktuan pretendimet e opozitës se zgjedhjet parlamentare ishin fars. Angazhimi të gjitha resurseve të administratës një lloj si parti shtet. U shuan, thot raporti, linjat e ndarjes partisë nga shteti dhe pushteti. Vetëm ky moment është i mjaftueshëm ky element për të gjithë ata që kanë kulturën minimale elektorale, për të kuptuar që zgjedhjet ishin një fars. Në kushtet e partisë shtet, kur nuk mund të ketë zgjedhje tjera përveç se fars. Berisha citoi pjesë të raportit ku flitet për presionin mbi punonjësit e shtetit, vërejtje këto të cilat sipas tij faktojnë se nuk pati zgjedhje në 11 maj. Faktohet se në kundërshtim me parimet ndërkombëtare, Edi Rama ka shtruar punonjësit e administratës dhe zyrtarët në patron të urryer të shqiptarëve për votën. Aty faktohet se janë përdorur bonuse për votën, dhurat për votën 100 euro, pensionistët.